Shumë faleminderit të gjithëve dhe përpara se të bëjmë mbylljen e kësaj konference, unë do të doja të shtoja vetëm 2 fjalë, si kriminologe e kësaj shoqate. Duke qenë se jam marrë me lejet e shëndrimit për rreth 2 vite, më shumë se 2 vite, deri në vitin 2024, kemi pasur mbështetjen e institucioneve shqiptare, për cilat unë edhe i falenderoj, sepse pa pushtetin e tyre unë nuk do të mund të bëja asgjë, pavarësisht kërkesave tona. Është një thirrje shumë e rëndësishme. Kërkoj mbështetjen e institucioneve, sepse pothuajse të gjithë anëtarët e shoqatës son kanë probleme me lejet e qëndrimit, gjë për të cilën nuk është e drejtë. Ne flasim për të drejtat, flasim bëjmë konferenca të ndryshme për të folur për të drejtat e tyre, por në momentin kur atyre i mungon gjëja më e rëndësishme, sikurse është dhe leja e qëndrimit, është një problem, një ngërç që ka ngecur diku. Kështu që unë bëj një thirrje për institucionet tona, ju lutem na mbështesni, sepse janë njerëz punëtor, janë njerëz familjar, janë njerëz që kanë kontribuar dhe po kontribuojnë për Shqipërinë tonë, janë të punësuar, punojnë nëpër fabrika, janë njerëz të denjë, me dignitet. Dhe përderisa jetojnë në Republikën tonë, dhe këtë drejtë nga tonë për shpjetin ynë që ata të jetojnë këtu, patjetër që duhet të vëtim shtetin, që janë të mbështetjen tonë. Ne po e bëjmë detyrën tonë, por pa institucionet shqiptare, patjetër që do të kemi shumë probleme. Gjithsesi uroj dhe shpresoj, Zoti është i madh, të realizojmë dhe të marrim lejet e qëndrimit për të gjithë anëtarët të nderuar të shoqatës tonë. Unë dua të bëj një falënderim, madje falenderoj të gjithë, po fillimisht dua të falenderoj të ftuarit special, Amarildën, Jonelën, zotin Ilir, dua të falenderoj anëtarët e shoqatës në Gjax, zotin Hamit Atabaj, Aldo Sundolari, dhe Mehdi Sulejmani, sigurisht që shumë të tepër si antar të shoqatës, por sot ishim vetëm ne. Dhe ju falenderoj juve për duart e ditës tuaja që na dëgjuat në informacion, jemi të mrekullueshëm. Ju falenderoj për mbështetjen tuaj. Tani ju ftoj përpara se të ikni, ne kemi një rregull, e bëjmë një foto të gjithë bashkë. Kush dëshiron ne të bashkohet këtu me ne, ta kemi një kujtim.